të shkurtit, shikojmë dritë. Pra tuneli të hapet përfundimisht. Pas një inspektimi në verën e vitit 2022, përfaqësuesi grek i kompanisë që mbikëqyrte punimet e tunelit të Llogaras, Ioannis Kirkinezis, paralajmëroi autoritetin rrugor shqiptar se projekti po rrëshqiste drejt dështimit. Ai shkroi ish-drejtorit të ARSH-s, Evis Berberi, duke theksuar se tuneli nuk është një vrim, por një vepër që duhet ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare dhe me respekt absolut për sigurinë. Hetimi Spakut zbuloi se kjo ishte vetëm maja e icebergut të një skeme të gjerë korrupsioni. Sipas dosjes hetimore, tenderi për mbikëqyrjen e punimeve me fond limit 196.2 milion lekësh ishte manipuluar, pasi vetë Kirkinezis kishte përgatitur kriteret e tenderit për të favorizuar kompaninë e tij, Hill International NV, në bashkim me Net Group SHPK, një firmë e lidhur me Berberin. Në këmbim, Hill International i transferonte Net Group 10 milion lekë, ndërsa një pjesë përfundonte në kompaninë DAM, që kontrollohej në mënyrë të fshehtë nga vetë Berberi. Spak pretendon se ekspertët e huaj të deklaruar nuk ishin kurrë në Shqipëri dhe se listat e stafit ishin të falsifikuara. Kompania ndërtuese hoqi elemente sigurie nga tuneli dhe hodhi beton pa përforcim çeliku, duke vënë në rrezik jetën e udhëtarëve. Në komunikimet e sekuestruara nga telefoni Berberit, përfaqësuesi grek ankohej vazhdimisht për neglizhencën dhe shpërfilljen e rregullave të sigurisë, por drejtori i ARSH-s mbeti pasiv.